Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Opozita do të protestojë në 16 maj, ditën kur në Tiranë mbahet samiti i Komunitetit Politik Evropian. Berisha nuk njeh humbjen dhe refuzon të dorëhiqet. Socialistët fitojnë thellë dhe sigurojnë 82 mandate, PD vetëm 52. Partia e Tomdoshit me 3 deputet hynë në parlament Shehaj, Qori dhe Lapaj. Mbyllet procesi numërimit të votave për subjektet politike në shumicën e qarqeve Vion në disa të tjera, pritet leximi i vullnetit të qytetarëve për kandidatët. Tirana mirëpret në 15 dhe 16 maj samitin e Komunitetit Politik Evropian. Policia shpall masat e sigurisë, bllokime në disa akse rrugore në qendër. Rritet tensioni në ferma VIP, Alba kërkon të largohet pasi Limi u afrua me një tjetër konkurrente. Big Basta surprizohet nga bashkëshortja e tij. Vjojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Sali Berisha deklaroi këtë të martë se opozita do të protestojë në 16 maj, ditën kur në Tiranë do të mbahet samiti i Komunitetit Politik Evropian. Ai tha se Partia Demokratike do t'i tregojë liderëve të BE-s librin e zi të shkeljeve të 11 majit. Berisha akuzoi Ramën se përdori bandat në zgjedhje, ndërsa refuzoi të largohet, duke shpërfillur statutin e PD-s. Partia Demokratike nuk e pranon humbjen e thellë në këto zgjedhje dhe për ta kundërshtuar rezultatin, kryetari Sali Berisha njoftoi protestë kombëtare të njëjtën në ditën që Tirana do të mikpres samitin e Komunitetit Politik Evropian. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Opozita pretendon se vullneti i lirë i qytetarëve nuk është ai që tregojnë shifrat e dala gjatë numërimit të votave, për shkak të angazhimit që sipas Berishës bandat kriminale patën në këtë proces elektoral. Kur ndonjëherë bandat nuk kanë prunë kaq shumë përfaqësues të tyre në parlamentin shqiptar sa në këtë parlament. Këto ishin zgjedhje që u sunduan si asnjëherë më parë nga vrasës, serial killer, trafikant, dhunues për dhunues. Pavarësisht se nuk e riktheu dot Partinë Demokratike në pushtet, Sali Berisha thotë se do të vazhdojë ta udhëheqë atë. Partia Demokratike ka statutin dhe do i përmbahet asaj, po ka disa parime eprore. Dhe në këto parime eprore është vota e lirë e shqiptarëve. Këtë betejë gjerën fitore ai që nisi dhe e bitisi. Do ta bitisi. E murdhvesh. Strategjia për të vijuar betejën me qeverinë, tha Berisha në konferencën me gazetarët, do të marrë formë hap pas hapi. Kur numërimi për subjektet po shkon drejt fundit, shihet qartë se socialistët kanë shënuar fitore të thellë. Edi Rama ka siguruar 82 mandate, ndërsa Partia Demokratike dhe aleatët e saj vetëm 52 të tilla. E treta me 3 deputet renditet PSD-ja e Tomdoshit, pavarësisht se numrin më të madh të votave ka koalicioni Adriatik Lapajt, që ka siguruar 1 mandat. Në parlament do të hyjnë edhe Arlind Qori e Agron Shehaj. Gati 95% e votave në 5225 qendra votimi në rang vendi janë tashmë të numëruara, duke thelluar kështu gjithnjë më shumë ndarjen e mandateve për Partinë Socialiste nga forcat e tjera politike. Partia Socialiste ka të konsoliduar aktualisht 82 mandate në rang vendi, e ndjekur nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj si forcë e dytë politike, por me një numër prej 52 mandatesh. Për sa i përket partive të tjera, Partia Social-Demokrate e Tomdoshit ka arritur të sigurojë 3 mandate me më shumë se 46.000 vota.
Por surpriza është Shqipëria bëhet e Adriatik Lapaj me gati 4.000 vota më shumë se PSD, duke renditur atë si forcë e tretë aktualisht. Ndërkohë, Partia Mundësia Agron Shehaj ka arritur të sigurojë vetëm mandatin e këtij të fundit, por po lufton për të marrë të dytin me më shumë se 41.000 vota të siguruara deri më tani. Lëvizja Bashkë Arlind Qori gjithashtu ka siguruar një mandat me rreth 20.000 vota deri tani. Ndërkohë Lulzim Basha me koalicionin Euro-Atlantik nuk ka mundur të sigurojë asnjë mandat, duke mbledhur rreth 19.000 vota. Për sa i përket shpërndarjes së mandateve në rang qarku, Partia Socialiste ka mundur të sigurojë një numër të konsiderueshëm në Tiranë, Fier, Elbasan, Durrës e të tjerë, ndërsa vetëm në Kukës, Lezhë, Shkodër, Partia Demokratike ka mundur të sigurojë një mandat më shumë se socialistët deri më tani. Në shumicën e qarqeve, numërimi është mbyllur për t'i lënë vendin leximit të votës së kandidatëve. Socialistët janë fitues në 9 nga 12 qarqe, ndërsa Partia Demokratike rezulton forcë e parë vetëm në 3 prej tyre. Procesi i numërimit për subjektet politike ka përfunduar tashmë në 7 qarqe të vendit. Në qarkun e Elbasanit, pas mbylljes së procesit të numërimit, shihet një avantazh i theksuar i Partisë Socialiste, e cila kryeson me 79.799 vota kundrejt Partisë Demokratike, që ka marrë 38.905 vota. Shqipëria bëhet është forcë e tretë me 4.552 vota, por pa mandat. Numërimi është mbyllur edhe në qarkun e Dibrës, ku Partia Socialiste ka fituar me 10.356 vota diferencë, duke marrë 3 mandate, një më shumë se Partia Demokratike. Në Lezhë, Partia Demokratike siguroi 30.502 vota, duke lënë pas Partinë Socialiste me 1.542 vota më shumë. Vlora gjithashtu i dha fund numërimit me një fitore të thellë të Partisë Socialiste, ku mandatet u ndan 8-4. Në qarkun e Kukësit, kryeson koalicioni i Partisë Demokratike, që siguroi 52.95% të votave. Partia Socialiste mori fitoren edhe në Korçë me 6 mandate kundrejt 4 mandateve të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Fitore e thellë për socialistët edhe në qarkun e Beratit me më shumë se 57% të votave. Ndërkohë në Fier vazhdon ende numërimi i votave, ku Partia Socialiste kryeson bindshëm. Rezultatet tregojnë një avantazh të dukshëm të Partisë Socialiste edhe në qarqet Durrës dhe Gjirokastër, ndërsa në Shkodër deri më tani kryeson Partia Demokratike me 2.183 vota më shumë. Në këto qarqe numërimi vijon ende. Prokuroria e posaçme konfirmoi këtë të martë se nisi hetimet për një tjetër rast të blerjes së votave. Bëhet fjalë për disa persona dhe kryeplakun e një fshati në Kukës, të cilët ofruan para në këmbim të votës për Partinë Social-Demokrate të Tomdoshit. Pas përfundimit të numërimit të votave për Kukësin, SPAK njoftoi këtë të martë se ka nisur hetimet për blerje votash në këtë qark. Hetimet nisën pas referimeve nga policia e Kukësit, ku janë konstatuar një grup personash që kanë premtuar dhe ofruar para për disa qytetar në disa fshatra të Kukësit, duke kërkuar që më 11 maj të votojnë për PSD-n. Mbrëmjen e 10 majit, SPAK dhe policia e Kukësit zhvilluan një operacion në Kukës për të goditur raste të blerjes së votës. Gjatë operacionit u ushtruan kontrolle në banesat e Gazmend dhe Kalosh Peposhit, simpatizant të PSD-s. Një prej tyre, Kalosh Peposhi, 27 vjeç, u arrestua nga policia, ndërsa Gentian Peposhi, kryeplak i fshatit Lusën, është shpallur në kërkim. Gjatë operacionit, efektivët i sekuestruan Kalosh Peposhit, i dënuar më parë për kultivim të bimëve narkotike në Mbretërinë e Bashkuar, rreth 200.000 lek, 500 euro, telefonin dhe makinën. SPAK po vijon hetimet për të identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë personat, të cilët morën para në këmbim të votave të tyre për subjektin politik. Policia shpalli këtë të martë masat e mara për të garantuar sigurinë gjatë samitit të komunitetit politik në Tiranë. Nga data 14 deri në 16 maj, rrugët kryesore në qendër do të bllokohen dhe nuk do të lejohet as parkimi i makinave. Samiti i komunitetit politik në kuadër të cilit lideret e Europës do të zbarkojnë në Tiranë ka bërë që policia të hartoj masa të rrepta sigurie për mbarvajtjen e procesit. Samiti zhvillohet me 16 maj, por uniformat blu do të nisin zbatimin e masave që në datën 14 dhe 15, masa që lidhen me bllokimin e disa akseve rrugore dhe ndalimin e parkimit të mjeteve.
Policia do të nisë me ndalimin e qarkullimit të mjeteve dhe të këmbësorëve në zonën ku do të zhvillohet samiti në sheshin Skanderbej si dhe akset rreth tij. Nga ora 06 deri në 18 të datës 16/5/2025 do të jeti pa aksesueshëm nga këmbësorët dhe mjetet në gjithë perimetri i sheshit Skanderbej ku do të zhvillohet aktiviteti, perimetri i cili përfshin nga kryqëzimi i bulevardit Jean d'Arc te kryqëzimi i rrugës Myslimshyri, nga kryqëzimi i rrugës Ibrahim Rugova me Myslimshyrin deri te kryqëzimi i bulevardit Dëshmorët e Komit në urën e bulevardit. Në planin e masave janë parashikuar dhe bllokimet e plota për mjetet. Në datë 15/5/2025, nga ora 8 deri në 24 do të ketë bllokim të plotë të lëvizjes së automjeteve në intervalin e kohës së lëvizjes së delegacioneve në aksin rrugor Aeroport Nën Tereza, Rinas, hyrje në autostradën e re, Tuman Kashar, autostradën Durrës-Tiranë, mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi te ish sheshi Shqiponja, Unaz e re, rreth rrotullimi Saukut, rrugë Elbasanit. Të njëjtat rrugë do të bllokohen edhe ditën e 16 majit nga ora 6:30 deri në orën 11:30, duke vijuar me pas me masat e tjera. Në datë 16/5/2025, nga ora 13 deri 18 do të ketë bllokim të plotë të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor sheshi Skënderbej, rruga George Bush, rruga Elbasanit, rreth rrotullimi Sauk i Vjetër, Unaza e re, Krau Astir, autostrada Tiranë-Durrës, autostrada e re Tuman Kashar dhe aeroporti Rinis, pra jemi në momentin e thimit. Policia apelon qytetarët që të përdorin rrugët alternative për të mos rënduar trafikun dhe të shmangin rrugët e bllokuara. Brendet ndërkombëtare të jahteve dhe kompani të mëdha të huaja dhe shqiptare u bën pjesë e panajirit detar në Marina Aurikum. Ky aktivitet shihet si një mundësi e mirë për promovimin e turizmit dhe zhvillimin e ekonomisë blu. Marina Aurikum ishte mikpritse e një prej ngjarjeve që u zhvillua për herë të parë në Shqipëri, panajiri detar ballkanik. Ky event është i rëndësishëm për industrinë detare dhe synon që të kthehet në një pikë takimi të përvitshëm për të gjithë të apasionuarit e detit, si dhe bizneset që merren me industrinë detare dhe ato të jahteve. Rreth 60 kompani vendase, rajonale dhe europiane u bën pjesë e këtij panajiri duke ofruar produktet dhe shërbimet që përfaqësojnë, por edhe për të shkëmbyer eksperiencën mes tyre. Assomarinas is the Italian Marina Association. Si shoqata detare italiane ne përfaqësojmë 99% të marinave në Itali. Ne besojmë se Bregdeti shqiptar është shumë premtues për industrinë detare dhe jahtet. Ne dhe jemi sot në këtë event për të nxitur turizmin detar që të rritet më tej. Veçanërisht bregu midis Vlorës dhe Sarandës është një pozicion shumë interesant për investime, si ky ku ne ndodhemi në Marina Aurikum. Sjellësh gjithë këta pjesëmarrës dhe gjitha prodhues varkash dhe gjithë to portet të rëndësishme nuk është kaq e lehtë. Rëndësia e këtij aktiviteti është tek fakti që sektori është një sektor i parëndësishëm sot në ekonominë shqiptare, por në momentin që ky sektor merr hovin e dur, do të ketë një të ardhura shumë të mira për ekonominë tonë. Pas hovit që ka marrë turizmi vendas, duket se tani është koha për të fokusuar në investime elitare, si dhe për të nxitur ekonominë blu, e cila është në fillesat e saj në Shqipëri, por me një të ardhme shumë premtuese. Në Shqipëri ka filluar blerja e jahteve, do filloj siç ishte dikur blerja e makinave, që të gjithë shkuan morën makina të vjetra, tani kanë kaluar te të rejat. E njëjta gjë do ndodhë dhe me jahtet, kështu që neve duhet të mësohemi me këtë gjë. Në panajirin 3 ditor të zhvilluar në Marina Aurikum nuk munguan dhe demonstrimet ujore nga komanda e qendrës polumbare shqiptare. Dy efektiv janë duke kryer një operacion në New York që stimulojnë kërkimin për dhe gjetjen e municionit pa plasur ose municioneve të tjera në zonat ku ne operojmë. Por një event i tillë mbar dhe një tjetër rëndësi, ai është një mundësi për investitorët e huaj që duan të hyjnë në tregun detar, por edhe në tregun e real estate-it. Të dy tregjet përfaqësojnë turizmin elitar, aty ku synohet të shkohet në të ardhmen. Grupi Concord Investment, mbështetësi i një eventi të tillë, erdhi në këtë marinë me një projekt ambicioz që do të zhvillojë më tej zonën, duke sjellë një standard të munguar në tregun turistik. Atë që ne implementuam në San Pietro, atë që po implementojmë në San Nicolas në Palas, aty do ndodh nesër në Arameras. Kjo marinë
si thua, e shton atë larmishmërinë që Concord Investment ka fokusin tek pasuritë e paluajtshme, të cilat në Shqipëri në këto momente, siç edhe keni informacion, kanë arritur në një nivel goxha të mirë, fal interesit e zakonshëm, por fal edhe investimeve, fal edhe projekteve të cilat janë të realizuara dhe të kuruara në çdo detaj. Panairi detar ballkanik nuk është vetëm një event për dashamirësit e detit apo për bizneset e kësaj fushë. Ai është një sinjal tregues se ku duhet të fokusohen investimet për të patur një turizëm të qëndrueshëm dhe elitar dhe për të mos mbetur në lojën e shifrave turistike. Tensioni në fermën e VIP-ave sa vjen dhe rritet. Një nga momentet më kulminante të spektaklit të së hënës ishte kërkesa e Albës për t'u larguar, ndërkohë Big Basta u surprizua nga bashkëshortja e tij, Vesa Luma, e cila hyri në fermë për të festuar ditëlindjen. Ferma VIP vijon të jetë epiqendra e emocioneve dhe surprizave në ekranin e Vision Plus, duke mos njohur asnjë moment qetësie teksa javët kalojnë. Mbrëmja e 13 Prime i kushtoi vëmendje të veçantë raporteve të ndërtuara mes konkurrentëve, llogaritjes së aleancave, diskutimeve të forta, por gjithashtu nuk u kursyen as surprizat. Një moment shumë emocionues ishte letra e prindërve të Albës. Ata i shprehen mbështetjen dhe krenarim për mënyrën se si po e përballon lojën. Shijuaj qëndrimin tënd në fermë. Të duam pafund. Letra erdhi pas një momenti të vështirë kur prindërit nuk pranuan ta takonin në fermë, çka e bëri surprizën edhe më të fortë emocionalisht. Marrëdhënia e Albës me Limin, që shpesh ka patur momente uljesh dhe ngritjesh, duket se ka marrë një tjetër rrjedh gjatë kësaj jave. Afrimi i fermerit me nenën që pas futjes së saj në fermë ka bërë që raportet të lëkunden, ndaj dhe për këtë arsye Alba ka kërkuar largimin. Se nuk kam ndërmend që ndroj as pak më gjatë në mes gjithë intrigave që bëhen këtu. Një deklaratë e papritur e saj ndryshoi gjithçka. Moderatorja Luana Vjollca sqaroi se sipas kontratës, Alba duhet të qëndrojë edhe 24 orë në fermë përpara se të marrë një vendim përfundimtar. Duhet të realizohet 24 orëshi, siç e keni të nënshkruar në kontratë. Por vendimi... Ndërkohë, gara në ferma VIP mori një tjetër kthes dramatike me sfidën e javës. Ester, si kryefermerja në detyrë, zgjodhi Big Bastën dhe Anduelin për përballje. Në vijim të rregullave, secili prej tyre duhet të zgjidhte një partner për kundërshtarin. Big Basta zgjodhi që krah Anduelit të ishte Frederiku, ndërsa Andueli vendosi që Randi të bashkojë me Big Bastën. Por formula vazhdon. Sfida spektakolare që përfshinte kalimin përmes telave në shi artificial dhe më pas mes flakëve u fitua nga çifti Big Basta e Randi. Për pasoj, Andueli dhe Frederik Ndoci u dërguan automatikisht në televotim. Ata zgjodhën që të merrnin me vete dhe 2 konkurrentë të tjerë, Limin dhe Elinarën, duke plotësuar kështu 4-shen që do të përballet me votën e publikut. Një tjetër moment i paharrueshëm i kësaj mbrëmje ishte ditëlindja e këngëtares Vesa Luma, e cila festoi në ambientet e fermës me një surprizë për bashkëshortin e saj, Big Bastën. Ferma VIP po hyn në një fazë vendimtare me emocione dhe tensione që rriten çdo ditë, teksa çdo konkurrent përballet jo vetëm me sfida fizike, por edhe me ato emocionale që e bëjnë këtë reality një nga më të ndjekurit në ekran. Ndaj, për të mos humbur asnjë moment, Ferma VIP transmetohet 24 orë në 2 kanale të dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Duam shumë natën e mirë, jemi në Prime-in e ardhshëm të premten mua. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.